hyrje se e haroj. Kjo ka qenë për reflektimin e Kosovës. Po deta, kjo ka qenë subjekt i përqeshjes në Serbi, kur ka qenë deputet në kuvend, sepse ka marrë mëditje thus që ka udhëtu prej pejës në Beograd. Do më thonë, nuk është që ka kredibilitet atje, do më thonë ka rajtë që jeton në pejë dhe ka marrë mëditje të udhëtimit, sa që ka pas seanca në kuvend. 120.000 euro për një vit. Qashtë. 120.000 euro për rrugë ka pej pejës në Beograd. Edhe e funit se mos me haru, kjo nuk është tash një spin në Serbi, kjo po flet pri përvojësve. Në intervist, kjo nuk thot që e kanë përzon shqiptarët. Këtë dhe familjen e vetë. Kjo thot që me 15 qershor vetë kanë shku për Rozhaj, sepse nuk e kanë ditë si ka me qenë situata në pej. Tash mos të kthehemi në ato të kalumet. Po tash është një spin duke u bo te udhëheqësia, pri udhëheqësisë të Serbisë. Këto e ka fillu vetë kryetarja e kuvendit, Ana Brnabić, po vazhdon të tjertë, po përtej që saj, a din, unë seriozisht e reflektoj që fitusi, që jemi na, nuk ka nevoj me fillu me pas. Ka pas deklarata tilla dhe ma të qia të kalumen, e mundet me pas e të armen. Pa ajo që ka vynë, është që Serbia me ra, me gjithë paqen e vetë, me u pajtu që i ka hup luftat në 90-tat, cilat i ka shkaktu vetë, edhe që rezultati është ky që është, që janë këta fqinjë që i ka, si shtetet njofura, edhe të ndërtoj fqinjësit mirë për veten e vetë, për pjesëtarët e popullit vetë që jetojnë gjithandej, që duhet me u bën paqe me popujt e tjerë. Që kjo është ajo që ka është, adin, mu më pëlqej me të kallëzu